Mos konsumoni banane me stomakun bosh, shkakton probleme. Bananet janë një frut i gjithanshëm dhe i ushqyesëm që mund të shijohen në mënyra të ndryshme. Ato janë një burim i mirë i vitaminës C dhe B6, kaliumit dhe magnezit dhe mund të përdoren si mbëlsues natyral në smoothie, në petulla dhe në pjata të tjera. Por a e dini se konsumi i tij me stomakun bosh mund të shkaktojë shumë rreziqe shëndetësore duke përfshirë një rritje të sheqerit në gjak. Ajo mund të jetë e keqe për zemrën tuaj. Ngrënia e bananeve me stomakun bosh mund të bëjë kërdi për zemrën tuaj. Bilanci midis magnezit dhe kalciumit në gjak mund të prishet nga qëndrimi i larg i magnezit dhe barnave. Ky çekuilibër mund të dëmtojë shëndetin e zemrës. Bananet janë të mbushur me sheqer, prandaj ngrënia e tyre me stomakun bosh mund të shkaktojë luhatje të sheqerit dhe të krijojë komplikacione të personat diabetik. Ajo mund të shkaktojë edhe shqetësime të stomakut nëse konsumohet me stomakun bosh, të ulë absorbimin e ekurit, të shkaktojë aciditet, shtim në peshë dhe të ndikojë gjithashtu edhe në metabolizmin tuaj.